Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, shpeshherë kemi dëgjuar për histori dashurie. Për histori të cilat tashmë i klasifikojmë si ato klasiket, siç është Jusufi dhe Zulejhaja, siç është Leila dhe Mejnuni, apo edhe në klasiket e tjerë. Por unë sot nuk duhet ju flas për një dashuri të tillë. Do t'ju flas për një dashuri krejt ndryshe, për një dashuri të cilën ne në fakt e kemi parasysh që nga koha e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Do t'ju flas për atë dashuri që zëri ju ndorpre në momentin kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ndroi jetë. Pikërisht do t'ju flas për dashurinë e Bilalit radiallahu an ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Siç e dim, Bilali radiallahu an u njoh me Islamin në kohën kur ishte skllav. U blen nga Ebu Bekri radiallahu an dhe në kohën kur u kërkonte një mënyrë për të thirrur njerëzit në namaz, pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi zgjodhi ezanin, zëri që do ta thriste këtë ishte pikërisht Bilali radiallahu an. Bilali radiallahu an e thirrri ezanin për vite të tëra, kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte gjallë. Aq të bukur e kishte zërin sa që pejgamberi alayhis salam nga një herë i thonte Bilalit radiallahu an, "Erihni ya Bilal", na fresko o Bilal me ezanin tënd. Na fresko o Bilal duke na thirrur për të falur namazin. Pikërisht pasi ndroi jetë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Bilali radiallahu an për të mos ia prishur Ebu Bekrit radiallahu an, filloi të thrasë ezanin. Në momentin kur ai tha "Eshhedu anna Muhammadan Rasulullah", aty ndaloi zëri. Fillun të qarat. Qau aq shumë sa që iku zëri. Dhe u kthye tek Ebu Bekri radiallahu anhu i tha: "Ja emira al-mu'minin, unë nuk e thras dot më ezanin. Nuk e thras sepse kur them eshhedu anna Muhammadan Rasulullah, më kujtohet pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe nuk e mbaj dot veten. Nuk e mbaj sepse unë aq shumë isha lidhur me te, sa që nuk e përfitëroj dot të thras në emër të tij dhe ai mos të jeti pranishëm." Çfarë bëri Bilali radiallahu an? Bilali radiallahu an iku nga Medina, iku në Sham, pra në Sirinë e sotme. Jetoi atje për shumë vite, i shërbeu Islamit, por si një njeri i thjesht, pa ndonjë pozitë. Dhe thuhet se pas shumë vitesh, kur ai kthehet në Medinë, i thon të thrasë ezanin. Ai fillon të thrasë ezanin përsëri. Dhe kur vjen tek "Eshhedu anna Muhammadan Rasulullah", jo vetëm